Tushemishti është fshati turistik 5 km larg qytetit të Pogradecit. Përveç vlerave që i ka falur natyra, Tushemishti u bë i njohur pas xhirimeve të filmit Zonja nga qyteti. Rrugica e fshatit është e njëjtë me atë të rreth 40 viteve më parë. Qendra po ashtu. Ato janë rikonstruktuar me mjeshtri duke ruajtur origjinalitetin. Kushdo që viziton fshatin, mund të shohë të prek burimin ku Olga është rrëzuar, por edhe lumin ku rrëzoi postierin. Lokali në qendër të fshatit, aty ku është xhiruar pjesa më e madhe e filmit, ka marrë emrin e tij. Në këtë lokal është xhiruar një pjesë e madhe e filmit? Po, këtu është xhiruar komplet, jo një pjesë e madhe. Çka ka ndryshuar? Që nga momenti kur është xhiruar filmi më sot? Shumë gjëra. Rrugët, burimi, buthi që do vjet tash. Në shtëpitë e fshatit është ruajtur e paprekur arkitektura e tyre, ashtu si kaldrëmet e oboreve dhe saksitë e luleve. Ky origjinalitet, mikpritja e banorëve të zonës dhe klima, i rikthen pushuesit në fshatin që thuhet se është ndërtuar mbi ujë. Mua më tërheq këtu. Populli i mirë, qyteti, lulet, mikpritja, klima, që të gjitha të mira. Njerëzit janë shumë të mirë, shumë të butë, shumë të sjellshëm, shumë të respektuar. Nuk e di, kanë një gjë të veçantë. Vizitorët besnik të fshatit turistik thonë se ai është ndryshuar për mirë, duke patur parasysh restaurimet e shtëpive dhe të rrugicave me kaldrëm, si dhe ndërtimet e hoteleve. Rreth 50 vjet më parë, inxhinieri Artan Ylli ka vizituar për herë të parë Pogradecin dhe tani së bashku me miqtë e tij, Artani është turisti i çdo stine në Tushemisht. Kur qenë fëmina pëlqente liçeni, tash që më shumë ndjejmë se vërtet që ka dhe klima që ka pëlqyer edhe prindërve tanë. Po zhvillimi s'diskutohet me gjithë hoteleri që është bërë, qoftë dhe shtëpiat private që lëshojnë me qira, kështu që në drejtim turizmit është zhvillu goxha. Njëra ndër protagonistet e filmit Zonja nga qyteti, Raimonda Bulku, ruan kujtimet më të bukura nga koha e xhirimeve. Shumë ka ndryshuar fshati sipas saj, por ajo që është trashëguar më mirë është mikpritja e banorëve të tij. Kanë shitur gomarët, kanë bërë bicikleta e kush e di që duket vetja. E pse flet kështu? Nuk e shikon sa të thjellshëm janë të gjithë na përshëndetin. Është një mrekulli të shkosh atje dhe të bësh pushime, padyshim. Por, dhe ka një por, ishte shumë i bukur dhe në atë kohë. Ishte një fshat i pastër, kishte shumë ujë, kishte një qytetari në atë fshat, njerëz shumë mikpritës, shumë punëtor. Oboret e tyre ishin me lule, me moll, pemoll, është mrekullueshme, nuk di çfarë të them, domethënë ishte vërtet një prallë e vogël. Në Shqipëri ishte Tushemishti. Ka më shumë jetë ashtu siç ka më tepër vizitor, sepse atëherë kur xhiroi filmi Zonja nga qyteti, vizitorët ishin të kufizuar pasi Tushemishti ishte fshat kufitar. Sigurisht baçet me moll janë më të pakta, pasi janë zvendësuar me ndërtimet shumëkatëshe, por mikpritja dhe infrastruktura moderne e përshtatur me tradicionalen rikthejnë në dimër dhe në verë vizitorët e rinj dhe ata besnik të fshatit Buzliqeni të Ohrit.